Bashkëshortja e kandidatit presidencial francez François Fillon tha se ajo kishte kryer shërbime parlamentare për këtë detyrë ishte paguar. Ai kishte nevojë për dikë që të kryente detyrat e tij, tha Penelope Fillon për mediat, duke hedhur poshtë akuzat se ishte paguar pa punuar. Nëse nuk do të isha unë, do të paguante dikë tjetër. Ndaj vendosëm që atë punë ta bëja unë, shtoi ajo. Gjithçka ishte e ligjshme dhe deklaruar sipas saj. Penelope Fillon tha se ajo i kishte thënë vazhdimisht bashkëshortit që të ecte përpara, por vendimi përfundimtar i takonte atij. Ajo i kërkoi mbështetësve të bashkëshortit që të mos largoheshin, por të qëndronin pranë në fushatën presidenciale e të mos dorëzoheshin. Duke folur për mbështetësit në Paris të shtunën, ndërsa shënonte ditëlindjen e 63 të tij, François Fillon tha se ata që e sulmojnë po përpiqen të vrasin një dëshirë për ndryshim, ndërsa apelet për tërheqjen e tij janë rritur. Fillon do të marrë pjesë në një tubim në afërsitë të kullës Eiffel. Partia e tij republikane pritet ndërkohë të zhvillojë një takim emergjent për të diskutuar mbi kandidaturën e tij të hënën. Një tjetër telash për fushatën e Fillon është në fakt edhe largimi nga shtabi i tij elektoral i një numër ndihmësish. Kritikët e tij spekulojnë se Alain Juppé, po ashtu ish kryeministër, mund të kthehet në garë nëse Fillon tërhiqet. Për momentin Fillon ka shënuar një rënje të ndjeshme të popularitetit të tij në sondazhet e opinionit publik. Sipas tyre, ai mund të eliminohet që në raundin e parë të zgjedhjeve, me liderën e të djathtës ekstreme Marine Le Pen dhe liberalin Emmanuel Macron, që duket se do të arrijë në balotazh.